6, il preso kapiteni Zé Marina, me numër 7, Josh Gray, me numër 1, Des Shoshi, me numër 2, Scott Benford, me numër 4, Brown Pass, me numër 5, Martin Goshe, me numër 7, Anton Shola, me numër 8, Dustin Thomas, me numër 10, Arian Chalota, me numër 12, Jonathan Savetskis, me numër 15, Shikran Ahmeti, e me numër 55, Tyler Smith, trajneri e ekipit Edwin Shola. Dhe tani, për ekipin e punës, një presin, kapitenin, me numër 34, Amen Hall, me numër 4, Tyler Cheese, me numër 6, Ron Ukaj, me numër 7, Razak Mehmeti, me numër 8, Will Ploma, me numër 9, Gant Zecire, me numër 10, Alex Hunter, me numër 11, Quincy Kurvaj, me numër 12, Captain Bragg Jr., me numër 13, Shannon Jules, me numër 35, Adjem Jakubce dhe me numër 37, Jetmin Zecire. Trajneri e ekipit Zara Castellan. Gjysmantët e ishës, Brandon Shaboni e Zinaxhani nga Ankera. Ju lutem zëra dhe zotrinj që të rritet në kamp për të respektuar himnin e Republikës Kosovës.
mbrëma të nderuar shikues e ju adhurues të basketbollit, ju përshëndes nga palestra 1 tetori në Prishtinë. Do të jemi me duelin e parë të kësaj gjire ndërmjet Borës dhe Golden Eagle Yllit, përderisa skuadra e Borës tashmë e ka siguruar pozitën e tretë në renditjen tabelare dhe e ka blinduar, mund të themi. Skuadra e Golden Eagle Yllit është duke luftuar për pozitën e të katërt në fakt në renditjen tabelare, pasi që aty janë me skuadrën e 5 që janë me pikë të barabarta. Pikërisht për shkak të fakti, kjo ndeshje ka rëndësi të veçantë për skuadrën ferrandase, e cila tashmë ka bërë edhe ndryshimet e fundit, ku është larguar nga skuadra tashmë trajneri Paco Olmos pas humbjes që bësoi javën që lam pas nga skuadra e Bashkimit, dhe pavarësisht fakti që Golden Eagle Ylli tashmë e ka fituar trofeun e Ligës Unike, skuadra vendosi që këtë edicion të e vazhdon me ndihmën trajnerin Endrit Elshanin, i cili me të vërtet ka treguar lojra mjaft të mira, dhe mund të themi periudha më e mirë e Golden Eagle Yllit në këtë edicion ka qenë periudha me trajnerin Endrit Elshani, i cili tashmë e ka mbështetjen e plotë të skuadrës deri në fund të kampionatit. Do të shohim a do të arrijë të rikthen Yllin aty se ku po e kërkon skuadra, pasi e dim që ka një roster mjaft të pasur. Po e shohim formacionin e skuadrës Borës, Shizukaj Mehmeti, Plana Zeqiri, Hunter Kurtaj, Bragg, Jules Hot, Lebovci dhe Zeqiri, ndërsa në anën tjetër skuadra Golden Eagle Ylli luan me Gray, Shoshin, Bamford, Pes, Gashin, Morinën, Shalën, Thomas, Çallakajn, Sabeckis, Ahmetin dhe Tyrek Smith. Në anën tjetër, trajneri Zoran Kashelan shohim luan me këtë peshëm me Mehmetin, Hunter, Jules Hot dhe Zeqirin. E dim që gradualisht skuadra e Borës ka pasur ngritje në lojën e tyre. Bamford, Thomas, Çallaku, Sabeckis dhe Tyrek Smith startojnë tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Isha duke thënë që kemi parë ngritjen graduale të lojës së skuadrës Borës, dhe jo rastësisht ata tashmë kanë blinduar pozitën e tretë në renditjen tabelare, dhe do ta shohim se sa lart do të arrijë skuadra e këtij stafi që po e shohim, pra trajneri Zoran Kashelan, i cili që nga ardhja e tij ka bërë punë fantastike tek skuadra prishtinase. Në anën tjetër e shohim edhe trajnerin Endrit Elshani, që sot objektiv kryesor kanë fitoren që i duhet, e thashë edhe më parë, për të siguruar pozitën e 4 në renditjen tabelare. Jemi në gjerën e parafundit sezonit të rregull para play-offit, dhe do të shohim si do të rrjedhin gjërat. Luftë për atop që përfundon jashtë nga duart e Scott Bamforthit. Ne shohim presionin e Sabeckis në mbrojtje, qysh nga fillimi ndaj Hunter. Edhe njerë pam lëvizjen fantastike të Hunter, shqitja të Sabeckis. Hunter tërhiqet prapa, gjuan për 3 me njerë, një tentim për treshe, por nuk qëlloj gjithsesi Tyrek Smith me i larti në kërcim. Sabeckis e ka presionin e Mehmetit, Bamford tek Tyrek Smith, blokohet nga Gjus, por është faul. Tjetë në vjen e gjuajtje së lirë. Tyrek Smith nuk e qëllon tentimin e parë nga vija e gjuajtjes së lirë. Tyrek Smith në të dytën qëllon për pikën e parë në ndeshje. Mehmeti e ka presionin në Arjan Çallakut, kthen tek Jetmir Zeqiri. Hunter, Amin Hot e gjen korridorin ndërtimit, bllokohet nga Tyrek Smith, por duke që topi ka qenë rënjesi për edhe njerë shohim
depërtimin e Amin Hotit. Sabeckis e ka presionin e Rezard Mehmedit në vazhdimsi. Emteir Sabeckis që do të tenton vet. Nuk qëlloj, por edhe njerë ka personale. Kësaj radhe është Mehmedi i cili shkakton faull. Edhe njerë i shojmë lojtarët e Golden Eagle Yllit në vijën e gjuajtjes së lirë. Pas Tyrek Smithit tashmë është edhe Sabeckis. Qëlloj për të barazuar rezultatin. Edhe njerë i sakt. Amin Hot tek Zeqiri. Edhe njerë e shojmë personalen tek sa vjen në depërtimi i Mehmedit, i cili qëllon. Tyrek Smith dhe hum topin, topi vjedhur nga Hunter, i cili nuk e përfundoi vet, por gjithsesi ktheu topi disi në duart e Jules. Ka gabuar Smith. Nuk tregohet i vëmendshëm, e ka shkelur vijën në momentin kur ishte duke e kthyer topin në lojë. Jules. Dueli i tij me Tyrek Smith. Qëllon Jules. 8-3 nis më mirë ndeshjen skuadra e Borës. Dustin Thomas. Faull i Jetmir Zeqirit. Edhe njerë shojmë personalen e Zeqirit që jep 2 të lira Dustin Thomasit. Nuk qëllon Thomas në tentimin e parë. Një huqe e pati dhe Tyrek Smith para prakisht. Në të dytën është i sakt. 6-4 nga vija e gjuajtjes së lirë Golden Eagle Ylli, edhe mëtej nuk ka pikë nga loja. E gjitha pikët e Ferandasve kanë ardhur nga vija e gjuajtjes së lirë. Pam Qis që përgatitet futet në loj. Mehmedi në anën tjetër tek Alex Hunter. Sekundat e fundit. Hunter, Amin Hot gjuan për 3. Përfundojnë sekundat e aksionit të skuadrës së Borës. Nise shpejt në kundërshtojnë Sabeckis e gjen të lirë Scott Bamforthin, i cili në gjithë këtë hapësirë që e pati nga vija për 3, nuk fal, qëllon tentimi i parë dhe pikët e para të Scott Bamford që shkryen në një e përsinë e skuadrës së Borës Zeqiri në anën tjetër për të përgjigjur, nuk arriti të realizon. Shallaku ishte më i lartë në vërtësim, Sabeckis niset shpejt. Joja 1-1, Sabeckis dhe në topin të Karjan, Shallaku nuk shkon treshje as e ti, Jules më i lartë në vërtësim. Edhe një tjetër tentim për treshje nga Alexander, i cili qëllon. Shpejt përgjigjet për 11-7. Edhe një tjetër tentim i Scott Bamforthit. E pam nga çfarë largësie
Juan Bamford e qëllon treshën e dytë. 2-2 për treshën, 11-10. Ja pasur faul nga Arjan Qallaku. Hunter. Mehmeti, tek Zeqiri, të vi umbur, tek Sendo Al kundër sulmin, Hunter me faul. Sabeckis. Edhe njerë, Scott Bamford, edhe njerë qëllon. Po i gjuan treshet, sikur se gjuajtjet të lira. Scott Bamford, 3-3 për treshe, Ylli e ka tashmë avantajin. Nuk e kemi parë në këtë performancë ndaj bashkimit Scott Bamfordin. Disi sikur nuk dëshironte as të gjuante. Teksa kemi faul, Qiz është ai i cili ka shkaktuar personale. Kësaj radhe hut Sabeckis nga vija e gjuajtjes e lirë, para prakisht i qëlloj të dyja tentimet që i pati. As të dyta nuk e qëllon. Tyler Qiz, bën të Jules a top. Amin Hot, edhe njerë Jules. Pati faul. E shojmë komunikimin e trajnerit Zoran Kashqelan. Nësa ky është momenti i faullit. Kurtaj. Bën topin të Tyler Qiz. Kurtaj. Ndaljet vetë për treshe, Gjuan nuk arriti të qëllon. Sabeckis në korner të Arjan Qallaku, të Gjuan edhe ai për treshe, nuk shkon treshe as e Arjanit. Teksa topi përfundon në duart e Jules. I kthen tek Qiz. Tyler Qiz edhe më tej. Do të ndaljet vetë. Do t'jetë dyshe, e ka shkelur vijën, i qëndroj larg Arjan Qallaku në mbrojtje, duke e lejuar e gjuajtje 15-13. Në kthehet avantajhi i skuadrës Borës. Teksa faul shkakton Amin Hot. Ullet Smith, Liz Shoshi do t'jetë në lojë në vend të tij. Qëllon Bamford edhe nga vija e gjuajtjes së lirë, tashmë 10 pikë të tij, asnjëherë nuk ka gabuar. Ka shtuar edhe një asistim. Pati kohë edhe për një buzëqeshje ca fjalë Scott Bamford. Dhe i qëllon edhe dy gjuajtjet e lira 15-15, 11 pikë nga 15 i ka qëlluar Scott Bamford, teksa ka faul ndaj Jules. Që është Sabeckis ai i cili ka shkaktuar personale. Apo jo, është Dustin Thomas.
qëllan Jules. Pika 7 e ti. Ka marrë edhe 2 kërcime deri më tash. Edhe sonte me i vlefshmi në fushë tek Bora. 3-3 nga loja. I qëllan që të dyja gjuajtjet e lira për të rikthyer Ebersin. Prej 2 pikëve, 17-15. Do t'ullet pikërisht Jules për të pushuar në lojë është Jetmir Zeqiri. Sabeckis i ndjekur nga Kurtaj. Pas tek Sabeckis edhe njerë. Gzim Morina. Pas. Morina lufton për atop, me gjithatë nuk arriti të mban brenda vijave. Për i humbur i skuadrës Golden Eagle Yllit, topi 3 i humbur i tyre, 2 ka pasur Tyrek Smith. Cheese. Breck Jr. Amin Hot. Këthen atop tek Jetmir Zeqiri, me gjithatë ja merr nga duart Sabeckis. Bamford nuk shkojnë gjuajtja për 2, lufton për atop. Ka top të disputueshëm. Liz Shoshi e këthen topin tek Sabeckis. Nuk shkon pasimi tek Liz Shoshi. Breck Jr. i vëmendshëm në mbrojtje. Ndalet Tyler Cheese në gjysmë distancë, nuk qëlloj, topin e duart e Liz Shoshit. Pas niset shpejt në kundërsolm. Mesin e 2 lojtarëve nuk qëlloj. Lojtje mirë teksa Amin Hot në anën tjetër. E këthen topin tek Breck Jr. I cili qëllon. 19-15 unë dalën treshet e Bamforthit. E mori edhe njerë avantajin Bora. Gjithsesi del në skenë tashmë 5 me treshe. Dhe asistim të kujt pos Scott Bamforth. 19-18. Zeqiri. Amin Hot gjuan për 3, nuk qëlloj. Topin e duart e Sabeckis. Bamford. Do të tenton edhe njerë për treshe, nuk shkon kësaj radhe. Gjuajtja e ti, 3-3 ishte deri në këto momente, mbetet 19-18. Tyler Cheese në anën tjetër, nuk qëlloj Bamford. E kam bajtur brenda vijave ato, asiston për Sabeckis. Protestojnë banka e skuadrës së Borës, por afër ishte gjyqtari Arian Kera, me gjase ka vrejtur më mirë se edhe ne. Do ta shohim gjithsesi, po besoj në zgjerim të përsëritur kur ta kemi mundësinë. Zeqiri. Ka fal në sol me gjaz nga Jetmir Zeqiri. Teksa përgatitet zëvendësimi 3 fish tek Bora. Jules Hunter dhe Mehmeti do t'jenë në lojë. Shohim diskutimin e trajnerit Kashelan për rastin paraprak nëse ka shkelur. Shumë afër ti ishte Arian Kera. Reagimet të ashpra nga banka e skuadrës së Borës. Hunter.
Tyler Cheese. E këtën të Rezart Mehmedi atëp. I cili përfundon jashtë. Teknike për bankën e skuadrës Borës. Shumë besim bra mjaft të nervozuar. Bamforth e shfrytëzon gjuajtjen e lirë, qëllon Scott Bamforth. 12 pikë të tij, 3 asistime, 1 kërcim. 19-21 kur kemi hyrë në sekondat e fundit të çerekut të parë. Bamforth, ka presionin e Tyler Cheese. Gjithë shkon vetë, deri në fund edhe njeri sak Scott Bamforth. 14 pikë nga 23 të Golden Eagle yllit nga Scott Bamforth. Kur dëshiron ai, është i pandalshëm, definitivisht këtë e ka dëshmuar. Vjen tentimi për treshe i Rezart Mehmedit, i cili nuk qëlloj. Lis Shoshi lufton për atëp. Përfundon 10 minutë që i parë, 19-23 në të mirë të skuadrës e Golden Eagle yllit. Dhe pas një dyshim më meritori është Scott Bamforth, figura kryesore që është duke munduar pothuaj vetëm përballë skuadrës së Borës. 14 pikë tashmë i ka qelluar Bamforth në anën tjetër shpërndarje e pikëve tek Bora. 8 pikë të Jules, ndërsa 3 i ka Hunter, e nga 2 i kanë Mehmedi, Hot, Cheese dhe Bragg Jr. Për pak qaste rikthehemi me çerekun e dytë. Bre, ullë t'i kësha pas pare. Po, mëre, me për kredit më nëshmi pas për 3 minuta. Ama telefonin? Qeku i ki 10.000 euro. Kredi jo e shpejt, po te për e shpejt. Bashku hiq në bank, komplet online. Kredi deri në 10.000 euro. Pare dalin sekund. Banka për kredit, sa ma shpejt për ty. Siguroje jetën në Illyria Life. Po i shojmë edhe statistikat e Scott Bamforthit, 14 pikë, 3 asistime, 1 kërcim, ullet për pushuar për kësa. Teksa, skuadra e tij 10 minutën e parë e mbylli me avantazh 19-23. Jules e këta në topin tek Rezart Mehmedi. Shkon ai pasim tek Jules. Jules, tek Hunter. Mehmedi. Faul i Arjan Çallakut. Pati shtyrje nga prapa. Hunter tek Mehmedi.
Cheese edhe njerë këta në topin tek Rezart Mehmeti, nuk shkon treshja as kësaj radhe. Gray. Tek pas. Edhe njerë këta në topin tek Gray. Gray. Arrin të lirohet Gjuan dhe realizon. Vejnë pikë të para të Golden Eagle Yllit në qerekun e dytë për të e kryuar e vërsim prej 6 pikëve, 19-25. Zeqiri tek Mehmeti. Zeqiri, anti e shoshi si dhe Gzim Morina, nuk arriti të realizon. Gray e rikthan topin tek Morina. Qallaku, Gray edhe njerë shpejt lëviz topit tek skuadra e Golden Eagle Yllit. Gray, Qallaku, arrin të dëbërton Arjan Qallaku, nuk qëlloj, por topi edhe njerë këthijet në duart e ti. Pas me lëvizje mashtrojse, do të tenton për treshe, nuk shkon treshja. Topi në duart e Jules. Tyler Cheese, arrin të realizon. Tyler Cheese. Shajti e parë sonte 22-25. Gray. Tek Zimorina. Ndimi i kapitenit për treshe nuk arriti të qëllon. Ishte Liz Shoshin nga prapa që ka prekur atë top. Ka luajtur i fundit. Kurtaj do të kthehet në loj. Vend të jetë mirë Zeqirit. Hunter. Tyler Cheese do të tenton edhe njerë për treshe, edhe njerë. Është i saktë 2 treshe të ti. Gjithçka baraz 25-25. 5. Arriti dhe qëllon Brown pass. Tyler Cheese edhe njerë Gjuan nuk qëlloj, topin në duart e pas. Nuk shkon pasimi Alexander me top të vidhur e këthen tek Tyler Cheese i cili realizon. Edhe njerë barazohet rezultati kur kanë kaluar 3 minutat e para të qereku të dytë, me njerë ka kërkuar time-out trajneri Endrit Ejtshani. Pati avantajën për i 6 pikve gjithsesi. Indezi turbina Tyler Cheese me 2 treshët e ti, si dhe këtë 2 pikë është 8 pikë që e mbajnë loj skuadrën e Borës dhe gjithçka vazhdon të jetë para zrikthemi pas time-outit. Ka 7 minuta loja në deri në përfundim të pjesës së parë. Loj plotësisht e niveluar, po vazhdon. Derisa e pam shpërthimin e Scott Bamforthit në qerekun e parë, tashmë po përgjigjet Tyler Cheese tek Bora, i cili i ka tashmë 10 pikë, fitari i parë me pikë dyshifrore. Gray rikthen topin tek Tyreek Smith. Pass.
Gzim Morina dëgjuan për treshën, nuk qëlloj. Edhe njerë ne e shojmë këtu kush ka luajtur i fundit. Do të kemi challenge të kërkuan nga trajneri Endret Elshani për këtë rast. Do të kemi dyshën e gjyqtarëve këtu për të rishikuar edhe një herë. Nëse ka luajtur Smith apo Jules i fundit, e lusim regjisht, ta kemi edhe një herë rastin e fundit. Me in the corner. As the screen. Që mos e mund ta spija gjithu me fit. O bot polo. Edhe pas rishikimit të rastit, nga të pamje që i patëm me pam që Tyrek Smith ka luajtur i fundit, topi do t'i takon skuadrës Borës. Kthehet në lojë tashmë Scott Bamford si edhe Sabeckis. Jules po agresionin në Bamfordit mbeti në mismatch, por u vënua Smith në ndihmë aty të kthehet në pozitën e tij. Hunter e ktheu top në lojë, topi në duart e Mehmetit. Hunter gjen debërtimin, ka rriti të realizon daljet me faul. Edhe njerë shojmë debërtimin e Alex Hunter. Qëllon Hunter nga vija i gjuajtjes së lirë për të rikthyer avantazhin në skuadrës së Borës. Edhe njerë është i sakt. 29-27. Si unë në mbrojtje i Borës tashmë e ndjek me Mehdi Sabeckisin. Vazhdon të jetë mbrojtje e pasër pa faul aty nga Mehmeti. Bukur right up i Bamfordit e nxjerri plotësisht të lirë Gzim Morinën i cili realizon edhe njerë gjithçka baraz. Tjetër time-out i kërkuar tashmë nga skuadra e Borës. Super e niveluar kjo ndeshje. 14 minuta sa kanë kaluar tashmë 29-29. Rikthehemi pas time-outit.
Do të shojmë atë kemi shkëputje të ndonjërës nga skuadrat në këto momente, po i përgjigje njëra tjetërës në vazhdimsi, vjen tresha e Aleksandr, aksioni bukur i skuadrës së Borës. Ban forthi për Smithin në mesin e 3 lojtarëve, Breck Junior shkakton faul. Edhe njerë e shojmë personalin e Breck Junior ndaj Tyrek Smith, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Vetëm 1 pikë Smith deri më tash nga vija e gjuajtjes së lirë pas 2 tentimeve, ka qelluar 1 kësaj radhe, qellon në të parën. Nuk e qelloi të dytën. Mbetet me 50% saktësi Tyrek Smith nga vija e gjuajtjes së lirë. Mehmeti kthen topin tek Amin Hot. Dëgjuan për treshe Amin Hot, nuk shkon treshja e tij. Sabeckis ishte më i larti në kërcim. Ndal lojën Mehmeti me faul. Qiz do të ullet në vend të Amin Hotit. Sabeckis. Tentimi për treshe nuk shkon. Bitë 32 me 30. Aleksandr edhe njerë del në skin për 34 me 30 në të mirë të skuadrës së Borës. Ebërësia më e thellë e skuadrës, venda se shkoj deri në +5, teksa yllin e pam shkon deri në +6. Sabeckis. Arjan Qallaku asë radhë nuk shkon tresha, teksa është topi në duart e Amin Hotit. Hunter. Hot. Sekundat e fundit të aksionit nuk pati zgjidhje tjetër. Aleksandr u dash të gjuan për 3, teksa po ati faul në kosh. Kemi zëvendësim të 2 fish tek Bora, Jules dhe Amin Hot ulen. Zëqiri dhe Qiz tashmë në loj. Njerë shojmë momentin e personales. Sabeckis, i cili ngarkohet me të tretën e tij. Ishte faulli në sulm, teksa mundësi për skuadrën e Borës që të shkëputet edhe më tepër në rezultat. Qiz. Tek Genzeqiri që gjuan për treshe, realizon plotësisht i lirë. Genzeqiri qëlloj 37 me 30, kjo është edhe ebërësia më e thellë e skuadrës së Borës, që ka marrë kontrollin tashmë për derisa po shkon të lojë e niveluar në këto momente. Shohim një shkëputje të lehtë të skuadrës prishtinase.
3 minuta e gjysmë deri në përfundim të pjesës së parë. Rikthehemi pas këtij timeouti. Pra 3 minuta e gjysmë deri në përfundim të pjesës së parë. Dhe shojmë atë të gjenë tashmë përgjigje skuadra e Golden Eagle Yllit që ka presionin e Borës. Foul i Tyler Cheese. Personalja e dytë e tij. E në vjen e gjuajtjes së lirë do t'jetë 5. Nuk qëllon në tentimin e parë, 5 pikë të tij. E të dytën është i sakt. Zajqiri të Tyler Cheese. Bukur shkon ai top tek Bragg Jr. Nuk qëlloi, por duke që ka pasur personale. Ne edhe njerë e shohim personalja e Scott Bamforthit që jep 2 të lira Bragg Jr. Qëllon. Shojmë tjetër personale tashmë e Alex Hunter. Është personale e dytë edhe e tij, ndërsa edhe njerë është në vjen e gjuajtjes së lirë Scott Bamforth. Nuk gabon as kësaj radhe, 4-4 nga kjo pozitë, ishte ndalur në ato 14 pikët që i realizoi në qerekun e parë dhe kjo është pika e 15 e Scott Bamforth. Gabon kësaj radhe, nuk e qëlloi tentimin e dytë, mbetet 39-32 rezultati. Cheese tek Zajqiri. Jetë mirë Zajqiri tek Gent Zajqiri. Tovi tek Alex Hunter i cili e ka shkelur vijën. Pasimi fort për të tabi humbur i skuadrës vendase. Bamforth tek pass. Para ti Amin Hot, kthehet topit në duart e Scott Bamforth, pass. Do të tonë edhe njerë për treshe, mbetet të shkurtër gjuajtja Tyrek Smith dhe këta në top tek pass. Bamforth, Dustin Thomas, gjithë shkon deri në fund, foul në sulm. I komplikojnë gjëra Dustin Thomas. Definitivisht që nga ardhja e tij tek skuadra Golden Eagle Yllit as pak nuk ka qenë në elementin e tij, si që e kemi parë tek Sigal Prishtina, Dustin Thomasin.
Është faulli i tretë dhe i tij pas Sabeckis. Teksa vetëm 1 pikë ka realizuar. Mbetet edhe më tej 39-32 rezultati, kur po i afrohemi 2 minutave të fundit pjesës së parë. Ylle pati atë avantazhin për 6 pikëve pas shpërthimit të Scott Bamforthit. Bukur shkon ai top i Tyler Cheese për Amin Hot, edhe kjo treshë shkon. Treshja e 6 nga 15 tentime tek skuadra e Borës dhe krijohet tepërsia dyshifrore. 42-32. Qallaku tek Morina. Bamforth. E gjen Arjan Qallakun. Shkon treshja kësaj radhe e Arjan Qallakut. Tentimi i 4 i tij për treshje dhe treshja e parë e Qallakut. 42-35. Asistimi i 5 i Scott Bamforthit. Sa është 1 minutë e gjysmë deri në përfundim të çerekut të dytë. Përsëri kemi time-out, rikthehemi pas pak. Rikthejnë lojtarët në fushë. Aleksandr, topin në duar. Tyler Cheese. Do tenton vetë Cheese për treshë, nuk shkon gjuajtja e tij. Pas e mban topin brenda vijave. Bamforth. Një pas. Do tenton vetë nga gjysmë distanca, nuk shkon gjuajtja e tij. Tyrek Smith lufton, por e merr top Tyler Cheese. Cheese. Topi vjedhur i Arjan Qallakut. Kthen tek Scott Bamforth. E gjen edhe njerë Tyrek Smithin. Në fakt asistimi i 7 i Scott Bamforthit pos 15 pikëve. Po e mban në loj skuadrën e Golden Eagle Ylle si një motor i vërtet. Scott Bamforth, megjithatë do shohim sa do të arrijnë. Shëni blokadën e Tyrek Smith, nuk ja lejon dëbërtimin e Tyler Cheese. Edhe një herë shohim momentin. E këthena top hunter të Cheese që edhe njerë do gjuan për treshën, nuk qëlloj as kësaj radhe. Topi në duar të Bamforth. Scott Bamforth nuk shkon pasimin, mbrojtje mirë gjithsesi. Cheese e gjen 5 që gjuan për treshën në sekundat e fundit. Nuk arriti të qëllon. Përfundon pjesa e parë 42-37. Loj më mirë ekipore skuadrës së Borës që e pati edhe avantazhin prej 10 pikëve. Megjithatë probleme po ju bën
Scott Banforti te kylli, 15 pikë të ti, me 7 asistime është duke munduar t'i fut në lojë gjithë bashkëlojtarët, ndërsa është shkrier Ebërsia tashmë në 5 për shkuar në pushim me 42-37. Tek Bora, më i dalluari është Aleksandr me 10 pikë e 3 asistime, si edhe Tyler Qistri ka 10 pikë, 4 kërcime dhe 3 asistime. Shkojme pak marketing, për të u rikthyer me pjesën e dytë.